Kina ka njoftuar vendosjen e tarifave deri në 74.9% për importet e kopolimerëve POM, një lloj plastike inxhinerike që vijnë nga Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Japonia dhe Tajvani. Gjetjet e Ministrisë së Tregtisë përfundon një hetim të nisur në maj të 2024-s, menjëherë pasi SBA-i arriti ndjeshëm tarifat për automilet elektrike kineze, çipet e kompjuterëve dhe importet e tjera. Këto lloje kopolimerësh mund të zëvendësojnë pjesërisht metale të tilla si bakri dhe zinku dhe kanë aplikime të ndryshme, duke përfshirë pjesët e automobilave, elektronikën dhe pajisjet mjekësore, tha Ministria. Në janar, Ministria tha se hetimet fillestare kishin përcaktuar se kishte shitje me çmime të padrejta dhe shkelje të ligjit të konkurrencës. Sipas njoftimit, normat më të larta për 74.9% u vendosën për importet nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa dërgesat evropiane do të përballen me tarifa prej 34.5%. Kina vendosi tarifa prej 35.5% për importet japoneze, përveç Korp, e cila do të paguajë një normë për 24.5%. Gjithashtu, detyrimet e përgjithshme prej 32.6% u vendosën për importet nga Tajvani. Këto masa erdhën pavarësisht rritjes së shpresës për lehtësimin e konfliktit tregtar SBA-Kin, pasi të dyja palët rënë dakord të ulnin tarifat reciproke në një armpushim 90 ditor. Zëdhënësi shtetëror kinez Global Times tha se afati kësaj marrëveshje duhet të zgjatet përtej 3 muajve. Grupi i vendeve të bashkëpunimit ekonomik Azi Paqësor përlajmëroi për sfida themelore me të cilat përballet sistemi global tregtar pas një takimi në Korenë e Jugut.